Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fëmijë të dashur, jemi te libri Pyetje përgjigje, apo? Pas shkëputjes disa javore, sonte po fillojmë tek pyetja, kemi arritur deri tek pyetja 43, apo rreth besimit, apo siç I themi, akides, pyetje nga shkenca besimit islam. Edhe sonte do të fillojmë nga pyetja 44 deri pyetjen 54. Domethënë 10 pyetje do t'i mësojmë inshallah taala. E pas disa javë, pastaj do t'ju bëjmë test. Çuçi kemi bë në, domethënë të kaluarën, çuçi kemi bë test. Në dersin e kaluar I kemi mësuar 10 pyetje, ju bëj një test të vogël shtyp ju pyes, si quhet meleku kryesor për përgjegjës për xhehenemin. Meleki kryesor që është përgjegjës për xhehenamit. Zebani, Mikaili edhe Maliku. Maliku. Kur thuhet dy të rejat, është dy të rejat. Kush është për qëllim dy të rejat? Është për qëllim jeta dhe vdekja, nata dhe dita, gruaja dhe shtëpia. Nata dhe dita. Kur thuhet thekalan, dy të obliguarit, ata të cilët obligohen. Muslimanët dhe krishterët, muslimanët dhe qifutët, njerëzit dhe xhinët. Njerëzit dhe xhinët, sa ata janë të obliguar me kry ibadetet, apo? Kur thuhet dy të vërtetat, çka ka për qëllim? Kurani dhe Suneti, xheneti xhehenemi, Buhariu Muslimi. Buhariu Muslimi. Çka janë? Koleksioni haditheve, apo fjalë të pejgamberit që janë përmbledh, apo? Cili është ushqimi I parë që do të hanë banarët e xhenetit? Çka? Mushnit e balenës. Kush do të futet I pari në xhennet? Xhaxhoi në xhenem është. I Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam është. Muhamedi alayhis salam. Kush do të futet I pari në xhenem? Luftëtari shahidi që nuk lufton për hir të Allahut. Lënsi namazit ai që bën zina me motrën e prostitucion me motrën e vet. Që nuk lufton për hir të Allahut. Mendojmë që lufton për hir të Allahut, realisht ai nuk lufton. Po pse lufton? Mi thonë njerëzit, ky është luftëtar. Ky komandanti. Çfarë është për qëllim kur thotë dy kiblat? Xhamia me dy kible që është Medina, Çabia dhe Xhamia Aksas, Çabia dhe Xhamia Profetit alayhis salam Medina. Aksa. Se ka qenë kibla njerë ka Aksaja e këtyme. Domethënë ju kthy muslimant ka Xhamia Aksa. Pastaj ka ardhur urdhni, çish jom kod namaz veç jom kthy ka Çabia. Apo kuptoni? Na ka kthehemi se atë ka Çabia kthehemi. Para se më ardh urdhni, janë kthy ka Aksa, Palestina, apo? Pastaj ka ardhur urdhni, janë kthy. Çish jom kod namaz, tu kthy kështu, veç jom kthy ka Çabia. Tu kod namaz, apo? Cila vepër konsiderohet kulmi I Islamit? Namazi, haxhi, lufta në rrugt të Allahut. Lufta në rrugt të Allahut kulmi është. Domethënë, namazi është shtylla. Cila o thirrja e gjithë pejgamberëve kryesore? O popullim, respektoni Allahun dhe mua. O popullim, keni frikë Allahun dhe largojeni nga haramet. O popullim, adhuroni Allahun një, nga se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përpos tij. Bravo, e treta. Muslimani për kë ka të drejtë të kërkoj faljen e Allahut? Për të gjithë njerëzit e botës? Muslimani për kë ka drejtë me bë dua që me falë Allahu? Për të gjithë njerëzit e botës? Vetëm për besimtarët që të kanë një besim, çfarë do qoftë, apo vetëm për muslimanët? Pse vetëm për muslimanët? Pse? Se muslimanët I besojnë këtë libra, muslimanët I besojnë Kur'anin, e njerëzit tjerë nuk e besojnë Kur'anin. Njerëzit tjerë nuk e besojnë Allahun ç'është duhet. Njerëzit tjerë nuk e besojnë Muhamedit alayhis salam. Se dikush mund me thonë ti po kërkon falje veç për muslimanët. Po thon veç muslimanët Allah le ti fal. Mirë dhe ti pranoj Allahun dhe pejgamberin dhe unë ty të them, e lutë Allah, e lut Allahun për ty. Apo kupton? Ti s'pe pranon Muhamedit alayhis salam, ti s'pe pranon Kur'anin, unë çish me lut Allahun me të fal ty. Sunë lus. Pranoj ti ato, unë lus Allahun me thudhzu, me të forcu, me bë veprat e mira. Apo kuptoni? Mirë. Tash jemi tek dersi I ri, apo pyetja e re. Pyetja I ri, a pyetja e re, do të më thonë. Pyetja e re. Pse e re?
pyetja i ri. Pse nuk është? Është pyetja e re. Pse? Hajde dhe në gjujeni, shko fillore jeni. Pyetja a në fund, a është gjinis femnore? E po e re është gjinis femnore. A në qëtu njëse jo? Pyetja e re. Se dhe unë i kumblon moti këto gramatikën e... Pyetja i ri nuk shkon. Pyetja e re. Në qëfar gjendja u thoi i dërguar e Allahut gjatë Isras dhe Mi'rajit? A pe dini Isra dhe Mi'rajit? Muhamedi a.s. u thoi në qiell, në 7 qiell, u thoi. U thoi nalt. Allah azza e ngriti nalt. Çka i obligoi në Isra në Mi'raj? Çka i obligoi Allah? Me 50 namaze. Apo? Thot, ishte sikur në ëndër duke fjetur, jo. Ishte i zgjuar, por u thoi vetëm me shpirt. Edhe e treta ishte u zgjuar dhe u thoi me trup edhe me shpirt. E treta, edhe me trup edhe me shpirt ka shku Muhamedi a.s. nalt. Sa që Ebu Bekrit i kanë thonë radiallahu anhu, kanë thonë ai shok yt për Muhamedin a.s. të dasht me lut hajgare, ka thonë po thot që ai ka shku o taku me pejgamber të Allahut atje nalt, po kupton? Thot Ebu Bekri ju thot mushrikëve, thot a e ka thonë Muhamedi a.s. Po e ka thonë. Kuj punë unë i besoj ati. Unë pi besoj shumë ma shumë se kjo që pi zbritët prej Allahut, Kurani, e s'pi besoj këm që Allah e pas ka ngrit nalt. Apo kuptani? Në më thonë, ka shku pejgamberi a.s. me trup edhe me shpirt. Pyetja parë. Pyetja dytë. Sa herë do t'i fryhet surit buris nga meleku Israfil? Sa herë? 3. Një herë, 2 herë, 3 herë, thot. Ka transmetime dhe 2 herë, po 3 herë. 3 herë i fryhet surit. Cila është porosia e fundit e pejgamberit a.s. para vdekjes tij? Para se me vdek, e ka thonë një fjalë për këtë ummetin. Thot, besoni Allahun dhe respektoni prindërit. Besoni Allahun dhe përgatituni për xhenet, edhe e treta falni namazin. Falni namazin. Pak para se me vdek, Muhamedi a.s. ja ka pas gajle në ummetit vet, muslimanëve i ka thonë falni namazin. Falni namazin edhe pastaj ka vdek. Muhamedi a.s. Sa ma shumë, falni namazin, i ka thonë rëndësi shumë namazin, sepse është shtylla fesë namazin. Mirë, cila pjesë e trupit të njeriu do të flet e para në ditën e gjykimit? Mos harroni, në ditën e gjykimit, Allah azza wa jall kam ja mbyll gojat njerëzve. S'kan me fol njerëzit me gojë. Trupi ka me fol. Qysh ka me fol trupi? Nëse ki prek haram, dora ka me thonë, o Allah, që kjo dorë ka prek haram. Syni nëse ka po haram, synit ka me thonë Allah i gojë dhe ka me fol. Qysh be syni me fol? Po qysh ta ka thonë gojën këtu, ja jep gojën këtu Allah. Qa ka, a është e vështirë për Allahna? Nuk është e vështirë. Me pas dash Allah, na kish bo këtë gojën në kom, apo? Koma kish fol. Mund me buaj, kun fe kom, bëhet dhe bëhet, apo? Thot, cila pjesë e trupit ka me fol mas pari? Thot, gjuha. Kofsha e këmbës edhe dora. Barku. Dora edhe kofsha e këmbës ka me fol mas pari. Ka me ngrit tap, ka me thonë, une kum shku në haram. Ka me fol, Allah, se nuk ka me bo robërve pa drejtësi, Allah. Nuk ka me bo robërve pa drejtësi. Këtë me lajket kanë me dëshmu që kemi bona. Qëto 2 me lajke, kjo e djatha shkruan të mira, kjo e majta shkruan të këqija, apo? Kjo e majta atë gjynojnë kur ta bën 6 orë nuk shkruan. Kjo për njerë ta shkruan të mirën. Dërsa kjo e majta e ngrit lapsin edhe pret. 6 orë mos po pendosh, mos po thush stakfirullah. O Allah falem se gabova. Se na njerëz jemi gabojmë, apo? Se cili prej nesh gabojmë. Edhe që po falim namaz, edhe që po agjerojmë, edhe që po bëjmë punë të mira, gabojmë, na njerëz jemi. Atëherë që ky 6 orë rrin lapsin e ngrit edhe nuk shkruan. Mas 6 orë, nëse nuk pendosh, nuk i kthehesh Allahut, ta shkruan gjinojnë. Mirë po prap nëse pendosh, prap të fshihet. Domethënë, çdo herë mu pendu është mirë. Muhamedi a.s. 100 herë ka kërku falje tek Allahu, ka thënë stakfirullah. 100 herë. Edhe na duhet me thonë, se cili prej nesh. Çdo ditë me thonë,
Stakfirullah, 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 stakfirullah. Se bëjmë gjinoa. Çdo ditë bëjmë gjinoa. E falë Allah azza wa jall, na I falë mëkatet. Nga cili vend do të vijë ai që do të shkatrojnë çabën para kiametit? Ka mu shkatru çabja vëllazni. Fëmi, ka mu shkatru para kiametit. Çabja. Ajo çabë që kur s'nalet tavafi që sillën atë. Para kiametit ka mu shkatru çabja. Edhe masni ka mu bo kiameti. Po nga cillon kanë marrë me shkatru çabën, thot nga Jemeni, nga Etiopia, nga Iraku. Nga Etiopia. Nga Etiopia ka ardhur edhe me shkatru çabën. Pastaj thot, çfarë vepre konsiderohet në Islam sharja e sahabeve? Sahabet kush janë? Shokët e pejgamberit alayhis salam. Çfarë vepro, çka I themi kësaj? Thot, mëkat I madh, mëkat I vogël, kufër. Kufër është. Sharja e shokëve të pejgamberit alayhis salam, kush I shon shokët e pejgamberit alayhis salam, ka bo kufër sepse ata e kanë transmetu fjalën e kujt? E pejgamberit alayhis salam. Mos t'i shinkon sahabët kush na kishin transmetu neve fen? S'ka pas. E shijat çka bëjnë? Apo dini shijat kush janë ata që rrehen kështu, që bën gjak? Ata shijat I bëjnë qafira shokët e pejgamberit alayhis salam. I thënë janë jo musliman ata. Por ata janë njerëzit e devijuar. Si quhet meleku I cili do t'i bie burris në ditën e gjykimit? Qysh e ka emrin ai I cili ai është I krijuar edhe pret, veç urdhnin e pret. Para mëna. Tash është tuprit ai. Është tuprit me laçe, është e krijuar prej Allahut, burrin e ka, edhe veç pret kur miro surit asaj burris që me shkatru tokën. Moment, tak. Është tuprit prej se u kriju. Cila, çysh e ka emrin? Israfil. Mikail, Nekir, Israfil. Israfili. Si quhet meleku I cili kujdeset për furnizim? Risk. Me të furnizim, me të ushqim. A me të pinaltit bukun me ta zbrita? Çish kuptohet? Ta çon riskin, ta bjen shiun. Prej shiut pastaj çfarë është pak? Ta sjell shiu sjell bereqet apo? Edhe pastaj rritën bind apo? Hajnë pin kafsht, hajnë njerëzimi, pin njerëzimi apo? Thot çka, çuçi ka emrin ky? Thot kiramun katibin. Kush janë kiramun katibin? Çfarë me lajk janë? Kiramun katibin. 72 janë. Mikaili. Kush është Mikaili? Është për furnizim. Manën mend. Për furnizim është Mikaili. Edhe Munkiri, kush është Munkiri Nekiri? Melek që të marrin në pyetje në natën e varrit. Pastaj, cili xhihad është në radhë të parë? Xhihad çka do të thonë vëllazni? Përpjekje. Se xhihad është kuptuar te na vetëm me luftu në rrugt të Allahut, veç me bo luftë në rrugt të Allahut. Jo, xhihad është edhe përpjekje edhe me vetveten. Xhihad është për shembull me shkrujt, xhihad është me majt derse, gjitha këto janë xhihad. Tash, cili xhihadi janë radhë të parë? Xhihadi me jo besimtarët, xhihadi me shejtanin, xhihadi me vetveten. Cili është e para? Me vetveten. Se të bën vezvese. Ku me fal tash namazin? Qysh me marr abdest? Qysh me agjëru një muj det? Nxehti i madh, jetu punu. Ti e luftosh. Apo? E luftosh. Katakadore, e luftosh, edhe e mujsh shejtanin. E mujsh vezvesën e vetit, apo? Ku vjen përshpëritja. Mirë, për sa persona mund të ndërmjetësoj shahidin në xhennet? Bëhet lufta për shembull, lufton një musliman për me mbrojt fenë Allahut azza wa xal, edhe vdes në luftë. Edhe Allahu kam ja mundsu që ti shahidi është dëshmor. Shahidi është dëshmor I cili lufton për hir të Allahut. Kam ja mundsu Allahu subhanahu wa taala me ndërmjetësu për sa? 7 persona. 7.000 persona, 7 persona, 7 persona, 70 persona. Shahidi kam ndërmjetësu për 70 vet. Kam I thonë, o Allah, mos e çon xhenem këto. O Allah, fale, mos e çon xhenem.
për 70 veta. Para mendo. Dhe pyetja e fundit për sonte, a është mëkat i madh gënjeshtra apo të bartësh syrin e kaltër të varur në shtëpi apo diku tjetër? Cila o gjunoi më i madh? Me rajt apo me majt syrin e kaltër? A bedini syrin e kaltër që i majnë ato, ku i majnë ato? Këto i majnë. Bebat e sen ato gjystashi që i thëjnë. Gjystashi. A është cila më i madh? A është gënjeshtra? A është bartësh syrin e kaltër të varur? Apo jënë të njëjta? Qa për thute? Gënjeshtra. Syni i kaltër me majt, qka është? A nuk është shirka? A nuk është shirka? A kemi mësu na në derset e kaluara, kjo gabim është shumë i madh ju që e thot gënjeshtra. Kjo i bjen që na që sa kemi majt ligjërata për këto, këtë kanë shku poshtë. Me që të përgjigje kanë shku këtë poshtë, a e dini? Sheh Muhammed ibn Abdul Wahabi e transmeton një histori, punën e tauhidit kur e shpreh, edhe me kohë të tëra e transmeton, do më thonë, duke mbajt tauhid, edhe një rast i ndodh që tregon një rast që ka ndodh një gjuna i madh, edhe çun ata në koma, dhe u thonë, çish ka mundësi më bëj gjuna i madh? Ata nxënësat e vet, apo. Çish ka mundësi se i thënë këta tauhid, çdo ditë akide shirka nik. Boll mos se e kemi kuptuar mos ka domethënë shirku. Apo kupton? Atëherë një ditë shehu nin për një gjuna që u bë, edhe ju kallzon aty në vend nxënësave të vet, dhe i thot, filoni ka bu kështu edhe kështu. O, thot, qysh më ka bu kështu? Qysh si ka ardhë more gjuna i madhe sa në nikni? Edhe vazhdon shehi me majt prap të uhit. Shirk të uhit. Vjen javën tjetër, edhe ju kallzon nxënësave të vet, qështu si une, juve. Edhe ju thot, e pash njonin që e kish prej një kurban për filon tyrben. O, ta nxënësat, jenë mësuma, apo këpëta. Në të parën, javën e kaluam ata u qunë në komë dhe të thonë, qysh ka mundësi me bajt gjynake? Ju tha që to e vrejta, a? Zina, po, zdishta me. Më thonë, e para qka? E para ishte gjuna i math që e kanë bo. Edhe këta u qunë në komë, qysh ka mundësi me bo këto? Ndërsa gjuna i dy që e kanë bo qka është? O shirk, që të nëzerë bifes. Po këta e në mësu me shirk. Edhe së hiq, për atë arsye ka thonë, ju hala se keni kuptu tauhidin, hala po vazhdem me tauhidin. Edhe ju, hala se keni kuptu tauhidin. Apo, se thot, gënjeshtra, apo syri kaltërt. Me rajto gjuna i madh. E me qitë syrin e kaltërt edhe me besu që syri kaltërt mund me të mbrojt, qka i bjerë? O shirk. E kuptut? Si gabime mu mësme bo? Apo? Qështo? Deri në takimin e radhës, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.